Nderuar punonjës gjendjes civile, nderuar sekretare përgjithshme, jam sot këtu para jush për të bërë një njoftim në lidhje me daljen e ekstraktit parë dhe masat që do të marrin në vijim për sa i përket zgjedhjeve të muajit maj 2025. Ministria e Brendshme ka nisur zyrtarisht procesin e përgatitjeve të zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025, duke publikuar ekstraktin e parë të listës zgjedhore në përputhje të plot me përcaktimet ligjore dhe standardet e kodit zgjedhor. Sipas të dhënave, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, të drejtën e votës sipas kësaj liste e gëzojnë 3.721.116 shtetas shqiptar. Ndërta, 50% janë zgjedhur dhe janë zgjedhës të gjinisë meshkuj dhe 49.5% janë të gjinisë femra. Deri në këtë moment, të papërfshirë në listën janë 4.356 shtetas, të cilët janë mbi 100 vjeç, që mbushin apo kanë mbushur këtë moshë deri në 11 maj të vitit 2025, ditën e zgjedhjeve. Për të siguruar të drejtën e votës, këta qytetarë duhet të paraqiten pranë zyrave të gjendjes civile për të përfshirë në listën e zgjedhësve. Aktualisht, numri i përgjithshëm i qendrave të votimit brenda limiteve është 5.050 qendra. Duke përfituar nga ky komunikim, ftoj të gjithë kryetarët e bashkive për t'u angazhuar për vendimarrje në qendrat e votimit që janë jashtë limiteve dhe kapaciteteve, me më shumë se 1.000 zgjedhës, apo më pak se 300 të tillë. Gjithashtu, në këtë kuadër, Ministria e Brendshme dhe ajo e Drejtësisë kanë miratuar një akt të përbashkët për pastrimin e listave nga shtetasit që ligji i dekriminalizimit i përjashton nga e drejta e votës, si dhe hapjen e qendrave të votimit të institucionet të vuajtjes së dënimeve. Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare, listat zgjedhore do të përfshihen dy kategori: zgjedhësit që jetojnë brenda vendit, zgjedhësit që jetojnë jashtë vendit. Kjo listë paraprake do të jetë publike deri në datën 9 mars 2025 dhe çdo shtetas do të ketë në dispozicion 48 orë për të shprehur vullnetin përfundimisht nëse duan të votojnë brenda apo jashtë vendit. Ky hap përfaqëson një moment historik për demokracinë shqiptare, duke ofruar mundësinë që diaspora të ushtrojë votën dhe vullnetin e lirë, pavarësisht ku jeton dhe ku punon. Nga data 11 janar 2025, shënohet fillimi i procesit të regjistrimit të votuesve jashtë Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare për Kuvendin e Shqipërisë të datës 11 maj 2025. Regjistrimi do të bëhet nëpërmjet platformës elektronike të regjistrimit të votuesve nga jashtë, në të cilën mund të kryhet nga aplikacionet e Komisionit Qendror të Zgjedhur. Për regjistrimin nevojitet një pajisje elektronike për verifikimin nëpërmjet fotografimit të fytyrës për regjistrimin elektronik të regjistrit dhe skanimin apo fotografimin e dokumentit të identifikimit dhe dokumentit të tjerë të deklarimit në këtë adresë. Ndaj është shumë e domosdoshme dhe apeloj që çdo shtetas shqiptar që jeton jashtë vendit të rinovojë dokumentat e identifikimit duke patur të paktën njërin prej tyre të vlefshëm përgjatë procesit zgjedhor. Prej disa javësh është miratuar udhëzimi që lejon aplikimin qoftë edhe për një dokument identifikimi në zyrat tona konsullore jashtë vendit. Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me institucionet përkatëse, ka ndërmarrë të gjitha masat për të siguruar që ky proces të zhvillohet në mënyrë të drejtë, transparent, i aksesueshëm për gjithë qytetarët tanë jashtë kufive. Në mënyrë që procesi të jetë i sigurt dhe gjithëpërfshirës, qytetarët janë të ftuar të verifikojnë të dhënat personale në listat zgjedhore nëpërmjet sistemit online përmes portalit
i Albania, fizikisht pranë njësive administrative ku listat janë të afishuara. Çdo qytetar që has problematika dhe paqartësi mund të kontaktojë në platformën e bashkëqeverisjes Shqipëria që duam. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile ka nisur procesin e verifikimit dhe përditësimin e listave të zgjedhësve me qëllim garantimin e një liste përfundimtare të saktë dhe gjithëpërfshirëse. Vota është arma më e fuqishme e demokracisë dhe garantimi i aksesit për çdo qytetar shqiptar brenda dhe jashtë vendit mbetet prioriteti joni kryesor. Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe Kompania Shtetërore e Prodhimit të Dokumentave Identitek janë plotësisht të angazhuar për të respektuar të gjitha standardet e detyrimit ligjore në përgatitjen e këtij procesi kaq të rëndësishëm për të ardhmen e vendit tonë. Faleminderit.